Bima mrekulli bërse, përdoreni në këtë mënyrë dhe do trajtoni këto probleme. Kamomili është një bimë mjekësore shumë e njohur dhe e përdorur që në kohët e lashta, madje për një periudhë të gjatë kohe, është konsideruar si bimë e shenjtë. Përdoret për pickimin e insekteve, plagëve, ekzema dhe irritime të lëkurës. Mund të përdoret edhe për të shpëlar gojën në rastet e irritimit të mishrave të dhëmbëve. Çaji i luleve përdoret për të qetësuar dhimbjen e barkut në rastet e sindromit të zorrës së irrituar, haporeksin dhe përmirëson tretjen. Merrni një gotë në darkë për pagjumsinë, ankthin dhe stresin. Në një enë kushtohen 2 gota me ujë të valuar, hedhim 2 lugë me lule kamomili dhe e thithim avullin. Kjo shërben për të qetësuar azmën, bronkitin apo gjendjet me ethe ose hund të bllokuara.